Horoskopi I ditës, 10 nëntor. Një sinjal nga universi po të drejton drejt fatit të ri. Energjia e ditës së 10 nëntorit është ngarkuar me shenja dhe sinjale. Universi po lëshon mesazhe të qarta, disa për dashurinë, disa për paratë, e disa për një kthes që mund të ndryshojë gjithçka. Në këtë ditë, ndjesia e brendshme do të tregojë më shumë se sa çdo fjalë. Nëse ke ndier një parandjenje, një ëndër të çuditshme apo një moment déjà vu, mos e injoro. Kjo është dita kur energjitë flasin dhe universi të tregon rrugën. Tani, shiko çfarë ka përgatitur për shenjën tënde. Dashi, dita e 10 nëntorit të vendos përballë një vendimi që mund të ndryshojë rrjedhën e ditëve të ardhshme. Në punë, një lajm I mirë mund të vijë papritur, por kërkon të jesh I përqendruar dhe I qetë. Në dashuri, dikush mund të rikthehet për të kërkuar shpjegim, mos reago me zemërim, dëgjo me durim. Në financa, është moment I mirë për të planifikuar diçka të re. Një ide që ke mbajtur gjatë mund të sjellë rezultat. Këshilla e universit. Mos u nxit, çdo gjë që është për ty, do të vijë në momentin e duhur. Demi, kjo ditë të fton të ndalesh dhe të vlerësosh çfarë ke arritur. Një situatë që dukej e zgjatur po zgjidhet. Në punë, energjia e re të ndihmon të përfundosh diçka me sukses. Mos haro të kërkosh ndihmë nëse e ndjen nevojën, bashkëpunimi të sjellë fitim. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Një bisedë e hapur me partnerin ose me dikë që ke në mendje do të sjellë qartësi. Financiarisht, ruaj ekuilibrin dhe mos merr vendime të nxituara. Mesazhi I ditës. Falënderimi për atë që ke, hap rrugën për më shumë. Binjakët, dita sjell energji të lartë dhe shumë mundësi për kontakte të reja. Në punë, vjen një ofertë ose një propozim që mund të ndryshojë dinamikën tënde profesionale. Në dashuri, një surprizë e vogël të rikthen buzëqeshjen, dikush mund të tregojë anën e vet më të bullë. Financiarisht, shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusohu në atë që të jep stabilitet. Mesazhi I universit. Fjalët kanë fuqi, përdori për të ndërtuar, jo për të shkatëruar. Gaforja. Gafore, ndjesia që ke sot është e fortë, ndiqe pa frikë. Në punë, një person që të ka nënvlerësuar mund të afrohet me një kërkim faljeje ose me një mundësi bashkëpunimi. Në dashuri, diçka e thellë po ndryshon, mund të ndjesh se marrëdhënia po kalon në një fazë më të sinqertë. Në financa, ruaj qetësinë dhe mos lejo stresin të ndikojë vendimet e tua. Mesazhi për ty. Besimi nuk është se çdo gjë do shkojë mirë, por se edhe nëse s'shkon, do jesh mirë. Luani, dita e sotme të vendos në qendër të vëmendjes. Në punë, aftësitë e tua bien në sy, një person me ndikim mund të ofrojë një mundësi që se prisje. Në dashuri, karizma jote të ndihmon të zgjidhësh një situatë që ishte ftohur. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por mos bëj premtime që s'mund t'i mbash. Mesazhi I universit. Kur ndriçon, mos ki frikë nga hija, ajo ekziston sepse drita jote është e fortë. Virgjëresha. Universi të fton të pushosh pak dhe të reflektosh. Në punë, gjërat mund të mos shkojnë sipas planit, por në fund do kuptosh pse ndodhi kështu. Në dashuri, një situatë e tensionuar mund të zbutet nëse lëshon krenarinë. Financiarisht, një pagesë e vonuar ose ndihmë do të vijë pikërisht kur e ke më shumë nevojë. Mos e lodh veten duke kontrolluar çdo detaj, lejoje jetën të rrjedhë. Këshilla e ditës. Ndonjëherë, kontrolli më I madh është të dish kur ta lëshosh. Peshorja. Dita e 10 nëntorit sjell një frym paqeje. Pas ditëve të ngarkuara, më në fund ndjen qetësi. Në punë, do të vlerësohesh për një punë që ke bërë me përkushtim. Në dashuri, një moment I ngrohtë sjell emocione të sinqerta. Nëse ke qenë I pasigurt, universi të dërgon sinjale për të ecur përpara. Financiarisht, ke mundësi të përmirësosh situatën me një vendim të mençur. Mesazhi për ty.
Qetësia e brendshme është busulla e shpirtit. Akrepi, çdo gjë që ndodh ka një kuptim më të thellë. Mund të marrësh një lajm që të ndryshon prioritetet. Në dashuri, një ndjenjë që mendoje se ishte zbehur, ndizet sërish. Mos haro, ajo që duket e humbur mund të rikthehet më e fortë. Në punë, je afër një momenti shpërblimi. Financiarisht, një mundësi fitimi e papritur vjen nga një ide që ke pasur më parë. Mesazhi i universit. Shpesh, bekimet fshihen pas provave. Shigjetari, je plot energji dhe dëshirë për të ndryshuar diçka. Një lajm i mirë mund të vijë përmes një misie ose bashkëpunimi. Në dashuri, dashuria merr frymë, emocionet janë të forta dhe të pastra. Nëse je vetëm, sot mund të ndodhë një takim që të lë pa fjalë. Në aspektin financiar, bëj kujdes me shpenzimet impulsive. Mesazhi për ty. Universi nuk vonon, pret që ti të jesh gati për atë që ke kërkuar. Britsjapi, kjo ditë sjell qartësi në çështjet që të kanë mbajtur pezull. Në punë vjen një mundësi për të treguar sa i aftë je. Një person që të ka vlerësuar në heshtje mund të propozojë një ide që të hap rrugë. Në dashuri, ndjenjat forcohen dhe partneri kërkon më shumë afërsi. Nëse je vetëm, është koha për të lënë pas frikën dhe për të hapur ndaj diçkaje të re. Financiarisht, gjithçka shkon drejt përmirësimit. Mesazhi i ditës. Durimi i sotëm është shpërblimi i nesërm. Ujori, je i mbushur me frymëzim. Idetë tua janë të vlefshme, ndaj mos i mbaj për vete. Në punë, një person me ndikim mund të ofrojë ndihmë, pranoje me mirënjohje. Në dashuri, je më i ndjeshëm se zakonisht, mos u fto, shprehe veten. Financiarisht, mund të marrësh një shpërblim ose pagesë që ke pritur prej kohësh. Mesazhi i universit. Kur beson në rrugën tënde, çdo pengesë bëhet urë drejt suksesit. Peshqit, dita e 10 nëntorit të ndihmon të çlirohesh nga ngarkesat e brendshme. Në punë, gjërat marrin drejtim të mirë, dikush më në fund e vlerëson përpjekjen tënde. Në dashuri, një gjest i vogël do të prekë zemrën. Mos e shtyp emocionin, ndaje me ata që e meritojnë. Në financa, vjen një surprizë që lidhet me një pagesë apo dhuratë. Mesazhi për ty. Mos kërko shenja jashtë vetes, universi flet përmes zemrës tënde. Dita e 10 nëntorit është një kujtesë që universi nuk haron askënd. Çdo sprovë ka qenë për të forcuar, çdo pritje për të përgatitur. Ndaje këtë video që drita e saj të arrijë edhe tek ata që kanë nevojë për shpresë. Jep një like, abonohu dhe shkruaj në komente shenjën tënde që universi të dëgjojë.